Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 28 shkurt dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Shkurti është dita e 59 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit ka mbetur edhe 305 ditë. Ngjarje. 1900. U themelua Federata Gjermane e Futbollit. 1922. Mbretëria e Bashkuar pranoi pavarësinë e Egjiptit. 1935. Napoleoni u novua nga Wallace Carothers. 1947. Incidenti 228. Në Taiwan, çrregullimi civil u shua duke vrarë rreth 30.000 njerëz. 1974. Pas 7 viteve SBA-s dhe Egjiptit, rifilluan lidhjet diplomatike. 1986. U vra kryeministri suediz Olof Palme. 1991. Përfundoi lufta e parë e Gjirit. 1997. Në Iran, tërmeti shkatërroi 20 fshatra dhe shkaktoi rreth 1000 viktima në njerëz. 1998. Lufta e Kosovës. Policia serbe filloi ofensivën kundër popullatës së paarmatosur dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Kosovë. 1998. Betejë Likoshanit dhe Qirezit. 2008. Në Tic të Drenicës u themelua ambulanca e parë e UÇK-s, mandej kaloi në Likoç, ku më vonë u themelua dhe spitali i parë ushtarak. Lindje. 1833. Lindi Alfred von Schlieffen, general gjerman. 1840. Lindi Karl Merger, ekonomist i famshëm austriak që konsiderohet themeluesi i shkollës austriake të ekonomisë. 1901. Lindi Linus Karl Pauling, kimist amerikan. 1954. Lindi Enver Petrovci, aktor dhe regjisor shqiptar. Vdekje. 1648. Vdiq Kristjani IV, mbreti i Danimarkës dhe Norvegjisë. 1869. Vdiq Alfonso de Lamartine, shkrimtar dhe politikan francez. 1896. Vdiq Ante Starčević, letrar dhe politikan kroat. 1936. Vdiq Charles Julius Henry Nicole, mjek dhe nobelist francez. Festa dhe përvjetore. 1922. Pavarësia e Egjiptit. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Elon Musk, i cili njihet si një ndër personat më të pastër në botë. Elon Reeve Musk lindi më 28 qershor të vitit 1971. Është një biznesmen, investitor, inxhinier dhe shpikës amerikano-kanadez, i lindur në Afrikën e Jugut. Ai është themeluesi, CEO i SpaceX, bashkëthemeluesi dhe arkitekti i produkteve Tesla, bashkëthemeluesi dhe pronari SolarCity, bashkëpronari i OpenAI dhe bashkëthemeluesi i Zip2. Elon Musk vlerësohet me $22.8 miliard nga Forbes në vitin 2018, duke bërë kështu njeriun e 54 më të pasur në botë. Musk lindi më 28 qershor të vitit 1971 në Pretoria të Afrikës së Jugut. I biri i maj, një modele, dhe Errol Musk, një inxhinier elektromagnetik, i lindur në Afrikën e Jugut. Ai ka një vëlla më të vogël të quajtur Kimball dhe një motor më të vogël me emrin Tosca. Në vitin 1980, prindrit e tij u divorcuan dhe ai jetoi më së shumti me të atin në disa vende të Afrikës së Jugut. Në moshën 10 vjeçare, ai zhvilloi një interes për kompjuterat nëpërmjet Commodore VIC-20. Ai e mësoi vetë programimin kompjuterik dhe kur ishte 12 vjeç, shiti kodin një videoloje bazuar në gjuhën Basic për rreth $500.
Musk fillimisht u edukua në shkolla private, duke shkuar në Watercloak House Preparatory School. Musk më vonë u diplomua në Pretoria Boys High School dhe u shpërngul në Kanada në qershor të vitit 1989, pak para ditëlindjes së tij të 18, pasi mori nën shtetësinë kanadeze nëpërmjet mamas së tij të lindur në Kanada. Në moshën 19 vjeçare, Musk u pranua në Queen's University në Kingston për studime universitare. Në vitin 1992, pas të kaloj 2 vite në Queen University, Musk u transferua në një shkollë tjetër. Në moshën 24 vjeçare, ai u diplomuar për fizikë dhe ekonomi. Në vitin 1995, kur ishte 24 vjeç, ai u shpërngul në Kaliforni për të nisur doktoraturën për fizikë të aplikuar dhe shkenca materiale në Stanford University. Por e la programimin pas 2 ditësh për të ndjekur ambicet e tij sipërmarrëse në fushat e internetit, energjisë së rinovueshme dhe hapësirës. Ndërkohë në vitin 2002, ai u bë një qytetar amerikan. Së fundmi, ai ka bler rrjetin social Twitter. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur portfolio dhe vlera vushqyese të rukolës. Rukola është e pasur me shumë kalcium, vitamin A, vitamin C, vitamin K dhe hekur. Ajo gjithashtu është e pasur me folat, kalium, mangan, beta-karoten, së bashku me antioksidantë të tjerë. Rukola është barishte me dhunti të shumta për shëndetin e mirë. Ajo përdoret kryesisht në sallata. Antioksidantët tek rukola ulin tensionin e gjakut dhe përmirësojnë funksionet e enëve të gjakut. Ajo ndihmon në uljen e kolesterolit, mban në kontroll sheqerin në gjak dhe ul shanset për shfaqjen e sëmundjeve të zemrës. Kjo barishte është një burim i shkëlqyer antioksidantësh, të cilët rrisin aftësinë e organizmit për përthithjen e oksigjenit. Antioksidantët ndihmojnë kundër ftohjeve, sëmundjeve të zemrës, kancerit dhe plakjes së parakohshme. Kocka të forta. Vitamina K që gjendet tek rukola lufton inflamacionin dhe forcon shëndetin e kockave, duke parandaluar në të njëjtën mënyrë dhe shfaqjen dhe zhvillimin e artritit. Një vlerë e shtuar e vitaminës K është dendima që jep organizmit për të përthithur kalciumin, duke i dhënë një mbështetje të fortë personave që vuajnë nga osteoartriti. Rezistenca e organizmit. Vitamina C mbështet sistemin imunitar dhe shmang rreziqet e shfaqjes infeksioneve dhe sëmundjeve. Vitamina A. Rukola përmban vitamina A, e cila është një antioksidant i fuqishëm dhe që promovon shëndetin e mirë të kockave, dhëmbëve, syve dhe lëkurës. Indol 3-karbonol është një përbërës që sipas të dhënave shkencore ekuilibron nivelet e hormoneve. Rukola është e pasur me këtë përbërës. Përthithja e mineraleve. Nëse krahasojmë me ushqime të tjera siç janë spinaçi, bajamet dhe bimba rishtore apo gjethet e panxarit, rukola përmban një sasi më të vogël të oksalatit. Kjo është një molekulë që parandalon përthithjen e kalciumit. Kjo e bën rukolën të dobishme për të konsumuar sepse ushqyesit e saj sigurohen që kalciumi, një mineral jetësor për shëndetin, përthithet plotësisht. Gurët në veshka. Rukola ul rrezikun e formimit të këtyre gurave, përkaqësisht falsasisë së ulët të molekulës oksalate. Shëndeti gjatë shtatzanisë. Rukola është një barishte e sigurt për të gjitha femrat shtatzën. Acidi folik, një prej vitaminave të kompleksit B, ul rreziqet e formimit të defekteve në lindje për foshnjat e sapo lindura. Kundër kolesterolit, acidin pantotenik ose vitamina B5 ka një ndikim të favorshëm kundër niveleve të larta të kolesterolit. Rukola ka potencialin të përmirësojë kolesterolin e mirë dhe të ulë kolesterolin e keq në trup. Kundër helmeve dhe kimikateve. Vlerat e shtuara të rukolës përfshin dhe aftësinë për të pastruar organizmin dhe kundër vepruar ndaj efekteve helmuese të toksinave, të metaleve të rënda. Tani oftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar.
Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 9 metër për sekond në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri 17 gradë Celsius, Kukës 3 deri 8 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri 14 gradë Celsius, Tiranë 10 deri 19 gradë Celsius, Durrës 12 deri 16 gradë Celsius, Kavaj 12 deri 17 gradë Celsius, Elbasan 9 deri 19 gradë Celsius, Berat 9 deri 18 gradë Celsius, Korç 2 deri 9 gradë Celsius, Vlorë 11 deri 19 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri 15 gradë Celsius, Sarand 9 deri 17 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shio. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 4 deri 11 gradë Celsius, Podujev 0 deri 9 gradë Celsius, Skënderaj 2 deri 10 gradë Celsius, Pej 4 deri 10 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri 12 gradë Celsius, Gjakov 4 deri 12 gradë Celsius, Malishev 2 deri 12 gradë Celsius, Gjilan 3 deri 14 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri 13 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri 12 gradë Celsius, Prizren 2 deri 6 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, Twitter dhe TikTok. Ndërkohë, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.